Janë miratuar disa ndryshime të rëndësishme në kodin rrugor të propozuara nga deputetët Ulsi Manja dhe Erion Braçe, me synim forcimin e sigurisë në rrugë dhe reduktimin e aksidenteve. Një nga risit kryesore është vendosja e tolerancës zero për alkolin tek drejtuesit e rinj, të cilët për 2 vite pas marrjes së patentës nuk do të lejohen të konsumojnë alkol gjatë drejtimit të mjetit. Po ashtu, për këtë kategori parashikohen kufizime shpejtësie deri në 90 km/h në autostradë dhe 80 km/h në rrugët jashtë qendrave të banuara. Në rast të respektimit të rregullave për 2 vite pa shkelje, kufizimet hiqen automatikisht. Ndërkohë, 2 shkelje brenda një viti sjellin zgjatje të periudhës së provës edhe për 1 vit tjetër. Një tjetër rregull i ri ndalon drejtimin e mjetit gjatë orëve 24:00 deri në 6:00 për shoferët e rinj, nëse nuk shoqërohen nga një drejtues me të paktën 3 vite eksperiencë. Mos respektimi këtyre kufizimeve ndëshkohet me gjob nga 5.000 deri në 15.000 lekë. Pezullim të patentës për 1 muaj dhe heqje pikësh. Ndryshimet parashikojnë gjithashtu masa të rënda për shkelësit e përsëritur, duke përfshirë edhe heqjen përfundimtare të lejes së drejtimit në rastet e drejtimit të mjetit nën efektin e alkolit mbi 0.5 në mënyrë të përsëritur. Një tjetër risi është ndalimi i përdorimit të telefonit në dorë, jo vetëm për automjetet, por edhe për biçikletat, motorët elektrik dhe monopatinat. Gjoba më të larta parashikohen për garat e shpejtësisë dhe sjelljet agresive në rrugë, ndërsa ashpërsohen edhe masat për drejtimin pa leje edhe për të miturit. Paketa e religjore synon për afrimin me standardet e Bashkimit Evropian dhe rritjen e sigurisë rrugore, duke vendosur rregulla më të forta për shkeljet me rrezik të lartë për jetën e qytetarëve.